Së pari më lejoni të falenderoj këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak të Bashkisë Maliq për qëndrimin e tyre dinjitos në mbrojtje të Maliqit, në mbrojtje të kësaj treve të jashtëzakonshme, e cila jo më kot është cilësuar si hambar i Shqipërisë, një trevë e cila fatkeqësisht referuar gjithmonë projektit Ogurzi, shpopullues dhe shkombëtarizues të Edi Ramës, është bërë pjesë e planit për shfarosjen dhe për shkrirjen me Bashkinë e Korçës, një term i cili e theksoj nuk ekziston as në kartën europiane të vetëqeverisjes vendore. Nuk ka term shkrirje, ka vetëm term bashkim. Megjithatë është për të ardhur keq që fati i Maliqit, fati i mira banorëve, duarart dhe punëtorë të kësaj treve, është marrë peng sot nga Gëzim Topçiu, i cili pasi mbaroi 7 mandate si kryetar bashkie, tani më po bën një pazar të fllihur në kurrizë të këtyre banorëve për të përfituar një post drejtori në administratën e ardhshme të Bashkisë së Korçës, ka është totalisht e papranueshme. Dua të shpreh keqardhjen e thellë për qëndrimin e këshilltarëve bashkiak të Partisë Socialiste, të cilët nuk arritën dot të ngrihen mbi interesat politike dhe të jenë në një linjë me interesat e të gjithë banorëve të Maliqit, të cilët kundërshtojnë masivisht shkrirjen e tyre me Bashkinë e Korçës dhe mbijetja shkrirjen dhe fshirjen nga harta e Shqipërisë të Bashkisë Maliq, një trevë e cila gjenden jo vetëm gjurmë të banimit shumë të hershëm, pra ka jo vetëm një pasuri të jashtëzakonshme arkeologjike, por mbi të gjitha ka një pasuri të jashtëzakonshme njerëzore dhe mbi të gjitha njerëz duarart, cilët mjafton të vish apo kushdo që shkon në Korçë për të parë dhe për të ndjerë krenar me punën e këtyre njerëzve të cilët sot e kanë zhduar Maliqin në hambarin e Shqipërisë. Po sigurisht kjo është pikërisht arsyeja pse Edi Rama e urren Maliqin, pse i do ta shpopullojë Maliqin, sepse këtu ka ende njerëz të cilët sakrifikojnë çdo ditë, nuk kanë baktisur vatrat e tyre, por të cilët tani detyrohen të shkojnë në Korçë për të marrë një shërbim qoftë edhe më elementar, më bazik. Më lejoni të marr një shembull. Një banor i Dusharit në kufi me skrapare do t'i duhet të bëj 75 km rrugë për të shkuar në Bashkinë e Korçës për të marrë qoftë një leje apo një dokument të thjeshtë. Mendoni një qytetar me ndihmë ekonomike në Dushar, 35.000 lekë vjet. I duhet të shpenzoj, pra duhet të flasim konkretisht, i duhet të shpenzoj rreth 40.000 apo 50.000 lekë vjetra për të shkuar në Korçë dhe për të kthyer thjesht dhe vetëm për të marrë një shërbim kur ai e ka aktualisht Bashkinë, i ka shërbimet afër qytetarit. Dua të theksoj gjithashtu që kjo reformë shkombëtarizuese, thellësisht shpopulluese, nuk synon asgjë tjetër veçse boshatisjen e Maliqit, shpopullimin dhe mbi të gjitha goditjen e fermerëve duarat të kësaj zone, të cilët edhe pse janë të nënfinancuar, edhe pse qeveria për 3 vitesh u ka mohuar edhe fondet e IPARD-it, që i vodhi dhe e patë se si ai krimineli që vrau edhe policin, apo jo nara ti përfitonte fonde nga AZBR-ja, ku ndërkohë prej vitesh ishte në kërkim nga policia dhe ndërkohë merrte fondet e bujqëve dhe fermerëve duarart të Maliqit, por kjo situatë tani më nuk mund të tolerohet dhe unë i bëj përthirrje popullit patriot të Maliqit, i cili është tradhtuar, është prerë në bezë nga Edi Rama, është prerë në bezë nga Niko Peleshi, i cili me paturpësi më të madhe u informova që mbrëmë ndarë ka qenë në Maliq, ka urdhëruar, ka shantazhuar, ka blerë, ka korruptuar, duke filluar nga Gëzim Topçiu, ja thash nuk mund të jetë e ardhmja e Maliqit post këmbimi për një drejtor për Gëzim Topçiu. Është fyese, është kriminal dhe mbi të gjitha asnjë këshilltar bashkiak socialist nuk ka autoritetin që të verë interesin e vet personal mbi interesat e mbi 40.000 banorëve të kësaj treve. Është e pafarshme dhe tani është fjala e qytetarëve të Maliqit, cilët i ftoj dhe i nxis të marrin në dorë fatet e tyre, të marrin në dorë fatet e familjeve të tyre, të marrin në dorë tokat e tyre, sepse paketa e maleve do të godas edhe Maliqin. Do të marrin pronat, do të marrin pyet, do të marrin shtëpit,
sepse ky në fakt është dhe projekti i Edi Ramës, shpopullimi dhe vetëm shpopullimi i Maliqit, dhe për më tepër është shumë e turpshme që sot në këtë mbledhje duhet të ishin deputetët, edhe deputetët e Partisë Socialiste, të cilët kur dolën në fushat, a u premtuan banorëve, a u thanë banorëve të Maliqit se do u shkrimin bashkim? A ishte kjo arsyeja pse Maliqi e votoi Partinë Socialiste? Në rast se e ka votuar, po e them se ato vota janë të ndershme në Maliq. A u premtoi Nika Peleshi në fushat që do u shkrimin bashkim? A u premtoi Ilir Pendavinji këtyre banorëve që do u shkrimin bashkim? A u premtoi Romina Kuko këtyre banorëve që do u shkrimin bashkim? Është turp, është një thik pas shpine, dhe nëse i shihni deputetët e Partisë Socialiste që edhe sot nuk patën guximin të vinin këtu të mbronin interesat zërin qytetar të Maliqit, ti të bëni nga Maliqi, sepse ata nuk e meritojnë jo vetëm që të përfaqësojnë Parlamentin e Shqipërisë, por as edhe të shkelin më në këtë zonë, të cilën duan ta fshihin me firmën, me votën e tyre nga harta e Shqipërisë.